Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut do flasim sot për një hutbë që lidhet me atë çka vije pas Ramazanit. E pam se muji Ramazan ishte një sezon e mbushur me adhurime ku ne kënaqeshim dhe për më shumë i ja kemi ndi lezetin ibadeteve. Dhe në këtë drejtim me qef do donim që ato kënaqësi të Ramazanit me i vazhdu, me i pas. E kjo dhije si pasojë se do të me pas atë frymën e Ramazanit edhe jashtë Ramazanit. Do të me jetu atë jetën e Ramazanit jashtë Ramazanit, por duke synu një cilësi. Një cilësi e cila shumë është e rëndësishme, ajo me i net gati veprav. Respektivisht me pas një auditimi që vazhdimisht mi korrigju gabimet tona, vazhdimisht mi korrigju ato lëshime tona, se nuk ka njeri pa gabime e lëshime. Andaj çdo Ramazan na ndodh, tu i dëgju suret shpesh, vjen një xhamatli thot vallai hoxh thon filën surën e kisha pas gabim. Pse? Dhe thot elhamdulillah mësova. E kjo është ajo që do të njëri vazhdimisht me i net vetët mi kry, me i përmirësu veprat. Andaj me një hadith shumë të rëndësishëm, e që do të me konë parim i çdo besimtarit, e që për fat keq na të gjithë dështojmë këtë aspekt, thot Muhamedi a.s. Inna Allaha yuhibbu, me të vërtet Allahu dën, idha amala abdun amalan an yutqinahu, kur një rob e bën një punë me bo itqan, që shqipi bjen me përsos, me bo perfekt qatë vepër që ti je të bo për hir të Allahut, sepse ti je të drejtu qatë vepër tek Allahu, je të ja drejtu Allahut, je të adhuru Allahun, që nuk ka fuqi mbi Allahun, as nuk ka krijues tjetër. Mirë po, dosh me pas parasysh se qatë dhurot që ti për drejton tek Allahu, do të me kon e përsosur. Sa më shumë. Të përsosur jashtë zotit s'ka asnjë, mirë po veprat tona do të me kon të ndërtojmë mbi parimin që me i bo sa më shumë që është e mundshme perfekte. E kjo kërkon një parakusht, jo kusht, po parakusht, ai është dedikim. Do të më dediku, kur ti bosh gati për ditën e xumë, e ki ndërdije tonë se është sunet më la ditën e xumë. Është dedikim, e ki sunet që është mi vesh tishat e bukura, është dedikim, e ki sunet që është me lexu surën Kehf, është dedikim, është sunet me ra salavat sa më shumë mbi Muhamedit a.s. është dedikim, edhe kështu me radhë. Mirë po, nëse ti këtë që to dështon, i bie se ti si ke kushtu që soi punë e rëndësi. Ke dështu me përkushtu vetën tonë në rrugtimin tënd drejt Allahut, e që i bie vëllezër besimtar se është diçka tjetër me dasht, edhe diçka tjetër është me punu për çat punë. Po ki qef me kon banuri xhenetit, po me punu s'po ki qef, kjo në kundërthonje në me tjetën, është kundërshtim i madh, dëshira jote me realitetin. Nëse ti e kryen veprën sa veç te heku qafe, Allahu s'është në zër për ibadetin tonë. Këtë mu bo qafira nuk ja konteston Allahut fuqin, as autoritetin, as pushtetin e tina. Mirë po për të mirën tonë, ti dosh të veprat që dërgon drejt Allahut, me kon sa më mirë që është e mundshme, sepse ne synojmë ta kënaqim Allahun. Andaj Allahu i din gjendjet tona, e din mundësitë tona, e na i sheh qysh na i kryjm punët e dunjas, e andaj krahasoj pak punët e dunjas me punët e ahiretit. Nëse dunjas shumë më të mira se të ahiretit, vallahu besimtar dije që e ka dështon shumë. Dije se në rrugtimin tënd drejt Zotit je duke dështu shumë, sepse ti po dal para Allahut, fuqisë supreme, vetmit krijues, ai që i ka këtë çështjet e njerëzimit në dorë, edhe tonën, edhe në këtë drejtim, do thotë do duhet me kon shumë më i përkushtuar. Ramazani ka shembull shumë i mirë, shumë i veçantë, se çysh mundum me kon, se çysh mundum me adhuru Allahun, edhe ti me u kënaq, e qatë kënaqësinë e Ramazanit e përjetën edhe jashtë Ramazanit, veç kërkohet dedikim dhe përkushtim edhe jashtë Ramazanit. Andaj, neve si o xhallar, na bjen me këshyr shumë, mos t'i met hotit dikujt nëse na e përmend ndaj shembull se kemi emër, mirë po i analizojmë senet, e pastaj i drejtojmë hutbe. Vjen namazi, edhe ti thua Allahu Akbar, edhe ti vetëm ja ke nis elhamit, një njeri që kon saf paralel me ty çatër me tekbir. Pse? Ka posmet dika, është
është këtë është kujdes, këtë është të harru që është të bo, edhe me vënis të modhe merr tekbirin. Andaj vëllezër besimtar, duhet me pas një dedikim të shtumë, me ditë çfarë të bo, edhe pastaj që të vepër, që ti e të bo, për këm pe bën, edhe pastaj kur ti kish keq të parasysh, Allah s'mundesh me kon ish kujdesën, nuk mundesh ti me pas met të tregtia jote, të firma jote, të biznesi jot, nëse ki parasysh ti të dol para Allahut. Andaj në namazin ton e përmendëm Allahu Akbar. Shtylla kryesore e fesë, pa to nuk plotësohet imani. Kur po themi Allahu Akbar, a ke menuar çfarë do të thonë kjo fjalë? Nëse ke menuar, momenti që të thu Allahu Akbar, nuk ka mundësi ti me hin namaz ish kujdesën. Nuk ka mundësi që namazi jot do i kon i shoqërum të llogarit sa ke hub, sa ke fitu, apo çam tha çai thash. Po ti kur ti çesh durt me mor tekbir edhe thu Zoti jam është më i madh, ndryshe zemra reagon vllazni. Nëse zemra jote që to e heton, ti çaj të thon Allahu, Zoti jam është më i madh, ndryshe reagon. Me ner ko mu kyç në ibadet, me ner ko me fillu me thith knacin e namazit, andaj këtë drejtim vazhdoj me subhaneke, me ditë çfarë thon subhaneke, apo edhe me ditë çaj duke thon vëllezër besimtar në Fatiha. Përveç se Fatiha që është shtylla namazit. O shtylla namazit, po edhe me ditë çaj të thon është shumë e rëndësishme. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Nëse të edhin Fatihan, namazit nuk më post të lashet më në koncentrim, se namazit gjihad, ti ke me luftu me nefsin tën, e me tytet e shejtanit, mirë po nëse ti që to sa në i din ma mirë, namazit ku më post shijen, si të Ramazanit, ose më të mirë. No, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet dhe lavdërimet janë për Zotin e gjithësisë, dhe gjëgjeja, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ai që është mëshirues, mëshirplot, mëshirbërës, don e pastaj a ka mundësi të zemrave me konesh kujdesën kur ty të bjen mend se çet Zotin ti që adhuru, ai është mëshirues me mëkatet e tua. Ai është mëshirues për këtë veprimtarinë tonë mëkatore. Ai ti fal nëse ti kthesh me pendim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Ai është sunduesi i gjithësisë. Ja që na vuduja që ne ty ta adhurojmë, të ty mbështetëm ihdina siratal mustaqim. O Zot, në udhëza në rrugën tonë të drejtë. E pastaj, do që kjo është ajo që po kërkohet për neve. Ti me kërku udhëzim vazhdimisht, me u këshillu me Kur'an dhe Sunet me këshillu vazhdimisht, por edhe gabimet tua që në këtë rrugtimin tënd, në këtë dunja fetar i vëren, me njerë mi përmisu, më smilon hapësir shejtanit që me të mujt në këtë rrugtimin ton drejt Allahut. Andaj të nderua vëllezër besimtar, nga ne kërkohet që ne të jemi për atyre që adhurojnë Allahun me përkushtim maksimal. Na në vllazni, meditoni rreth asoj çfarë na rrethan, edhe asoj çka dim që ka, qiet, lumejt, licejt, do shehni se Allahu çfarë e ka bën në formën më perfekte të mundshme. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Na e kemi kriju njeriu në formën më perfekte. Andaj edhe veprat tona të ndërrua vëllezër besimtar duhet mja go çti krijuesit i cili është perfekt. Edhe këtë veprimtaria e tij është perfekte, edhe na jemi perfekt këmbëtari. Çaj kështu të vetës sot, me thon, dikush çka kështu. O vllazni ne jemi perfekt në këmbëtari, sepse Zoti është perfekt. Edhe ai don kur na i bëjmë veprat tona vllazni, me kon më të mira të mundshme. Me kon më të mira të mundshme. Më janë nxo Zotit tën. Don ti me më mundu që veprën tonë me kon sa më perfekte. Kur suni afrosh Allahut, larg asaj. Mirë po, don me posni përkushtim të shtuar. Andaj këtë drejtim fjala itqan, që ka në hadith, yutqinuhu apo itqan e ka qëllimin e përsosshmërisë. Andaj mundoha që pas Ramazanit atë devotshmërinë e shtuar, atë imanin që ti ke arrit me ngrit, ruje vllazni, por me çat tempo dhe çat kujdes të Ramazanit vazhdo rrugtimin tënd drejt Allahut. Të nderoj vëllezër besimtar, qëllimi këtu që ka në hadith, abden e ka fjalën Rabb, që na. Allahu po don që na veprat tona me i përsos. Andaj këtë drejtim komplementimi i tyre do të më konë ndërtum fillimisht pa defekte, mirë po edhe mundu sa më shumë që të brendshme të tyre me rregullu. Andaj njeriu ka mundësi falet, jep sadaka, mirë po edhe njëti dështon vllazni. A ka mundësi më ardh dikush për një vepër, me bën një vepër, vjen në xhami veç me njoft njerëz që është burr i mirë. Po ka, si jem të interesuar më marr me ta. Jem të interesuar me besimtar
që adhurojnë Allahun sinqerisht të Allahut. Andaj na në rrugtimin tonë drejt Allahut do të më përkushtu sinqerisht që veprat tona me ja dhuru Zotit në formë më të mirë të mundshme. Andaj kujdesim në vëllezër besimtar që të i bëjmë veprat tona larg syfaqësisë, larg jo sinqeritetit, por edhe të kryjmë ashtu sipas sunetit, por në formën më të mirë të mundshme. Zatën mihrabi ku na bëjmë namaz, që ka marrë emrin. Harb i thënë arabisht luftës. E që bën mihrab është vend ku robi lufton me veten e tij dhe shejtanin për me adhuru Allahun. Çto ku po folëm unë dhe ku falne, mihrab i thënë çto hoxha ku folet. Që ky është një vend ku imami bën xhihad me nefsin e tij, bën xhihad me shejtanin edhe me tmetat e tina. Për çka? Për me përsosit vepër e cila shtylla e fesë, namazi. Edhe kështu është me çdo vepër tjetër. Na do të me kom për atyre që nxitojmë me i përsos veprat tona edhe sa që vrim dobësi, vrim tmeta apo gabime, ne i përmirësojmë sepse ne kemi për qëllim me kon robër të Allahut, e përsosja e veprave është pe imanit, andaj këtë drejtim kjo nuk kupton sa më shumë ti që përsos veprat e tua, kënaqësia e Allahut është më e madhe me ty, e që nuk kupton shpërblim më të madh tek Allahu në ditën e gjykimit, respektivisht futje në xhenetet e larta. Andaj në ambicet tona fetare vëllezër besimtar, do të më pos të moja, nuk do të më pos ambicën veç të hi në xhenet. Jo, që kjo nuk është ambicie. Do të pos ambicie me hi në xhenetet e larta, sikur sa ai sahabiu që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o dërguari i Allahut, po mërzitna. Ka thonë pse, çfarë është puna jote? Thot ditën e gjykimit ti ke më shku nalt me pejgamber, po na me të poshtë. E çaj ka un pejgamber son mandema me sejdë të shumta. Andaj këtë drejtim të ndërru Allahu besimtar të ja ndihmoj vetes duke pos ambicet më, po duke shoqëru edhe me vepra të shumta, por duke i përsosur ato. Me kaq në pjesën e parë të hutbes, nuk kërkoj falje te Allah, kërkon falje sot çfarë më shirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndëruar xhamat, kur flasim për përmirësimin e veprave, jemi të fol edhe për përmirësimin e veprave të dunjas, njëjtë edhe ato për të ahiretit. Mirë po, veprat e ahiretit do të më pas një përkushtim më të mëdha sepse ato i drejtojmë tek Zoti. Të ndëruar Allahu besimtar, apo shohim se njerëzit janë dhënë shumë mas përsosjes së veprave të dunjas. Madje kanë nxjerr standarde ISO e tjera që me kon vepra sipas këtij standardi. E tek Allahu Allahu besimtar e kem harru krejt standardin e duhura, e kem harru se dhe veprat që na i drejtojmë tek Allahu kanë nevojë me kon të ndërtuara me një standard, nuk bën me ron nërta. Nuk bën me ron nërta. E në këtë drejtim të ndërroj Allahu besimtar se punën që do të më përsos më shumë të është tauhide. Besimi në Allahun. Nëse besimi në Allahun është i shoqëruar me shirk, e kot është adhurimi. Nëse ti krahas Allahut, i lutesh në vorret, nëse ti lut në vorrën që më ta fal në vlad, e më të shnosh, e më don na fok, besimi jot këtë plon hi bëhet. Nëse ti non krahas adhurimit të Zotit, e shkon sillesh rreth një tecë të caktuar, mos më thon kjo anulon besimin. Do të më kon kujdesshëm vllazni. Imani ndërtohet me vepra, po edhe shkatërrohet me vepra sikurse që është shirku. Andaj veprën e parë që do të më përsos është tauhidi, larg shirkut, larg mëkateve që na e anulojnë besimin. Andaj në këtë drejtim ne do të mësojmë kënaqësinë e Allahut. E përmendëm se përsosja e veprave nën kupton edhe përsosjen e ato dunjas. Dëgjoni vëllezër besimtar hadithin e plot që e tregon gjendjen që nisa për fillimit me kallëzum. Pejgamberi sallallahu të nderuar vëllezër besimtar e kishte pa një person duke e varros një të vdekun. Sahabi, një njeri kishte vdek edhe varrosën, e njëri e varros ato, edhe po i thot Muhamedi alayhis salam këtij personit, po i thot po sa përsos e varrimin. Pse e boni këtë punë si shkele shka? Ai po thot po as dëm e as dobi nuk i bën kjo punë. Ky dek veç me mlumë dhe është qëllimi. E pejgamberi son çet moment pi thot këtina, Allahu me të vërtet dën kur robi i tij e bën një punë me përsos ata. Andaj shikoni vëllezër besimtar, dikush më thon po s'është më rëndësi, ky dek është veç më rëndësi me shtin dhe. Çka është më rëndësi? Jo vllazni, tek Allahu që është s'ka.
Allahu don që punë tona kur ti bojmë çfarë do kufshin ato me i përsos ato. Andaj nuk ka fort larg. Para një 10 vite Kosova ka qenë kogja në varfni. Populli ka vujt. Kush vun në varfni pare, ai që është më pak i shkallët, i papunëtori, firma që se kryjnë punën mirë, çdo të parat eliminohen. Andaj në rrugtimin tonë drejt Allahut, e të desa kia ambicie të mëdha për xhenet, njëtat filtera vlen, të eliminojnë. Cesin shkollë më poshtë. Andaj te do të pos ambicien me synues atje kur çish po lutem, Allah, bashkëm në xhenet me pejgambert. Mirë po namazën unë fort s'ja kam dert. As fol, as e kam gojle, e pastaj edhe me dëshmorët, mirë po, don ke harru kur ke dhon sadaka, ke harru kur ke agjëru ditë nafile, e ke harru kur e ke lexu Kuranën, mirë po, don me ambicie të mëdha, e me punë vogla vëllazën besimtar, kjo është një lloj kundërshtimi shumë i madh. Andaj në këtë drejtim, sikurse këtij vëllaut, këtij sahabit që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, keq e kyte vër, keq e mlove, don edhe na si shqiptar për fat keq e kem parimin, hajt se mirë është. Wallahi gabim është vllazni. S'ka hajt se mirë. Gjithë do të mirë e ma mirë. E sidomos në rrugtimin tonë drejt Allahut, veprat tona do të më konë të mira. Do të më konë sa më shumë që është të mushë perfekte, sepse ti po i nis këto vepra pi drejtën për kënd për Allahut, i cili është tayyib, ai është i mirë dhe la yuqbalu illa tayyiban, dhe nuk e pranon përveç se ajo që është e mirë. E çka është vëllazën besimtar ku duhen të dal? Ti dije se Allah është tayyib, është i mirë dhe nuk i pranon veprat nëse ato kryen çysh nuk ka kërkuar Allahu. Spaku atë standarde minimal do është me plotësu nëse dëshiron Allahu me t'i pranuar ato. Andaj vëllazën besimtar, kujdeseni për veprat e juve që të kryeni me një formë që Allahu më kon i kënaqur me to.